Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka paralajmëruar Iranin për pasojat të rënda ndërsa ndërhyn në qarkullimin e naftës në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump tha se nëse Irani ndalon rrjedhën e naftës në këtë ngushticë, Shtetet e Bashkuara do ta godasin 20 herë më fort se më parë. Ai paralajmëroi gjithashtu se objektivat iraniane mund të shkatërrohen lehtësisht, duke shtuar se mbi Iran do të mbizotrojë vdekja, zjarri dhe tërbimi, megjithëse shprehu shpresën se një përshkallëzim i tillë nuk do të ndodhë. Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe për tregtinë globale të energjisë, pasi rreth 20% e naftës së botës kalon përmes saj. Tensionet e fundit në rajon kanë ulur trafikun detar, kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Tensionet janë rritur 10 ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit. Garda revolucionare e Iranit ka reaguar duke deklaruar se Teherani do të vendosë vetë përfundimin e luftës dhe se nuk do të lejojë eksportin e naftës nga rajoni nëse sulmet do të vazhdojnë.